Unë kam ardhur në këtë familje që po kalon një dramë familjare, për arsye njerëzore. Duhet ta sqaroj që në fillim, madje sot është edhe dita e komunitetit rom, dita ndërkombëtare. Sa stimia sa tu marolla çon di pesare rome. No des hasti. Po kalon një pali gratument. Një dramë familjare që nga njëra anë ka barën e ligjit, edhe askush s'mund të dalë e ligjit, nga ana tjetër është një traditë që duhet të ndryshojë për hir të vërtetës e këtij komuniteti e martesave në moshë të vogël, në moshë të mitur. Kemi të bëjmë me një rast të një martese të tillë që ka sjellë në jetë një fëmijë. Unë e kuptoj edhe pozicionin e institucioneve drejtësisë, të cilat padyshim janë të pavarura edhe kanë ligjin dhe vetëm ligjin si udhërfys, por nga ana tjetër besoj që edhe ne si shoqëri nuk duhet të mjaftohemi vetëm te forca e ekzekutimit të ftohtë të ligjit për të adresuar këtë çështje që është çështje e komunitetit, është çështje e shoqërisë. Jemi këtu ku jemi sot, fëmia ka ardhur në jetë për fat të mirë, pa pasoja edhe për vajzën edhe për fëmijën që unë e vizitova. Tani jemi para vendimit të drejtësisë, në sa di është kërkuar një hedemim i rënd në nenet në të rëndat ligjit, po besoj që nuk dua të jap mend as të leksion drejtësie, po mbase ka rrethana lehtësuese që duhen marrë parasysh, e rrethana më pozitive. Së pari nuk kemi të bëjmë me një marrëdhënie me dhunë, absolutisht jo, ka qenë në marrëveshje. Kemi të bëjmë me një lindje që ka ndodhur dhe që nuk ka patur pasoja, as për fëmijën, as për vajzën. Tani nga ana tjetër, marrëdhëniet në moshë të mitur mund të sjellin pasojë, edhe fizike. Tajte është dhe ky ligj. Ky ligj nuk është vetëm në Shqipëri, është në gjithë botën e qytetëruar. Por siç e thash, të bëhemi gjithë bashkë si shoqëri për të adresuar në afat gjatë këtë problem edhe me emancipim. Pra nuk mund të jetë vetëm dëshkimi i ligjit zgjidhja duhet të jetë edhe emancipimi shoqëror, projektet, organizatave jo qeveritare që duhet të qëndrojnë pranë këtij komuniteti dhe të ndihmojnë të evolojnë. Unë jam munduar të qëndroj pranë këtij komuniteti, problemet edhe plagët e tyre vazhdojnë dhe nuk janë zgjidhur ende, është një çështje europiane, çështja rome, sepse siç e dini, ky komunitet është i shtrirë në shumë shtete, pra ta shohim pak me dorë në zemër këtë punë edhe me këshillim të vazhdueshëm dhe patjetër të mirëkuptojmë edhe organet e drejtësisë të cilat kanë ligj. Ligji ka merr parasysh dhe rrethanat lehtësuese. Besoj që jemi në kushtet e rrethanave lehtësuese sepse vajza është mirë. Shpresoj që do ta dëgjojnë këtë thirrjen tuaj, po edhe fjalën time me shumë kujdes. Gjithë stafi tim, gjithë njerëzit tim më thanë mos e bëj se është me zarar që të pozicionohesh, sepse është ndërmjet dy edhe ligji që duhet respektuar nga të gjithë. Nga ana tjetër ju kuptoj edhe juve që keni një traditë që siç po më thoshit vajza madje nuk e dinte asaj kishte moshë. Jo, nuk e. Regjistrimet janë problem gjithashtu. Ka shumë plag, duhet t'i shurojmë së bashku si shoqëri, edhe shpresoj që kjo vizita ime aq sa mundet. Tashi do të ndryshojmë, do vemi pas ligjet. U dojmë.